Kanceri i gjirit mbetet një nga sfidat më të mëdha të shëndetit publik në ditët e sotme, duke prekur çdo vit një numër të konsiderueshëm grash në mbar botën, pavarësisht përparimeve të mëdha të diagnostikimit dhe trajtim. Kjo sëmundje vazhdon të jetë një nga shkaqet kryesore të vdekshmërisë tek gratë, sidomos kur zbulohet në faza të vona. Specialist kirurgu Nexhati Jakupi theksoi se diku para 40 viteve në Maqedoni, në Kosovë dhe një pjesë e Serbisë së Jugut ka pasur vetëm 100 raste të kancerit të gjirit, kurse sipas tij tani në vitin 2026 vetëm në Maqedoninë e Veriut ka mbi 1000 raste me kancer të gjirit të trajtuara, por siç tha Jakupi, ka edhe një numër të konsiderueshëm të cilët nuk arrin për trajtim. Jakupi bëri të ditur se janë 3 faktorë kryesor të rrezikut për zhvillimin e kancerit të gjirit dhe ata sipas tij janë faktorët e ambientit, faktori gjenetik dhe faktor tjetër i rëndësishëm është edhe ndikimi i medikamenteve. Zbulimi i hershëm është esencial për trajtimin e kancerit të gjinit. Në fazat e hershme, në stadiumet e fillestare, stadiumet e para, në qoftë se zbulohet kanceri i gjinit, atëherë është ai i trajtueshëm, i shërueshëm bile plotësisht, domethënë 100% shërim. Për fat të keq në fazat e më vonshme, atëherë edhe suksesi i trajtimit terapisë është në përqindje më të vogël. Jakupi njoftoi se simptomat kryesore të kancerit të gjirit janë ndryshimi i ngjyrës së lëkurës, paraqitja e një topthi ose ngurtësie. Kirurgu po ashtu tha se kontrollet e rregullta rekomandohen si për gratë, ashtu edhe për burrat. Kontrollat e rregullta bile fillimisht fillon te vetvetja në shtëpi, në kushte kur mirëmbahet higjiena personale, të bëhen kontrollet e gjive në mënyrë të rregullt. Faza e dytë është te mjeku, qoftë ai i përgjithshëm, qoftë mjeku të ginekologu, dhe normalisht mandej edhe te specialistët e lëmis, radiolog, onkolog, po edhe deri te kirurgët për ehografi të hershme, për mamografi të ato të cilët ju takon për screening, të përgjigjen ftesave për screening, që të bëhet zbulimi i hershëm apo të evitohet çdo lloj mundësie për të qenë e prekur nga kanceri i gjinit. Jakupi gjithashtu theksoi se mosha e personave të prekur nga kanceri i gjirit po ulet vazhdimisht, pasi sëmundja nuk prek më vetëm personat mbi 50 vjeç, por sipas tij po shfaqet edhe tek të rinjët, madje edhe në moshën e pubertetit.